Më tepër mbi mënyrën e funksionimit të RTS Gjirokastra kanë mësuar nxënësit e Liceut Artistik Fehim Ibrahimi përmes një vizite në këtë institucion. Ata u ndalën në ambiente të ndryshme pune, ku njohën me proceset që kryen për të realizuar një material i cili ofrohet shikuesit përmes ekranit të televizorit. Edhe me shkollën në orët e praktikës pam diçka ku jepen lajmet e radios të Gjirokastrës, po ashtu pam edhe ku ndiqen të tëra filma që transmeton Gjirokastra, po ashtu po erdhëm edhe sot në shkollën, që pam shumë ambiente si punohet, si regjistrohet një këngë, ose si transmetohet diçka në një ekran. Madje si nxënës të degës së muzikës, ata regjistruan edhe një këngë polifonike. Mësuam se si funksionon një institucion si Radio Televizioni Gjirokastër, madje ne regjistruam edhe një këngë iso polifonike me nxënësit e tjerë të shkollës. Nuk ishte një vizitë e zakonshme, por e planifikuar në kuadër të orëve të praktikës. Pam nga afër mënyrën se si incizohet një material audio i një gazetareje që jep një transmetim, si transmetohet një emision lajmesh apo një program muzikor, gjithashtu dhe këtu te studiot e televizionit, ku pam se si regjistrohej një material video, sinkronizimi që bëhet i videos me audion, gjëra për të cilët edhe fëmijët, po edhe ne, pavarësisht se nga televizioni na duken si shumë të thjeshta, po kur vim dhe i prekim këtu nga afër, shikojmë që duan një përkushtim dhe mendoj se fëmijëve kjo gjë ju ka bën shumë mirë për ta parë dhe më si një profesion në të ardhmen e tyre. Në këtë kuadër, gjatë ditëve të fundit të këtij viti mësimor, ata janë dalur edhe në institucione të tjera kulturore dhe artistike që funksionojnë në qytetin tonë, si Teatri Zini Sako dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve.